Të dashur shqiptar, sot është dita e apokalipsit. Arkeologët shqiptar kanë hapur portat e ferrit. Qytetet e lashta ilire që mendonim ne janë qytete greke. Arkeologët shqiptar kanë prekur kockat e të vdekurve, i kanë ringjallur ata, kanë parë emrat e tyre, tekstet e tyre në përvare dhe janë të gjitha tekste greke. Emrat ilirë që mendonim ne janë emra grek dhe gjuha shqipe që flasim ne është një derivativ i greqishtes. Gjuha shqipe është formuar midis shekullit të parë dhe shekullit të katërt të erës sonë. Këtë zbulim e ka bërë inteligjenca kompjuterike me identifikimin e fjalës rahi. Rahi në gjuhën greke do të thotë shkëmb i zhveshur. Në gjuhën arbëreshe, rahi është shkëmb i zhveshur. Në gjuhën shqipe, rahi është bërë rahë dhe në trajtën është quar rahu. Do të thotë pyll i zhveshur, tokë e zhveshur, tokë djerë. Në fakt është dhe toponimi rahinë. Fatkeqësisht mendohej që gjuha arbëreshe është ndikuar nga gjuha greke. Nuk është e vërtetë. Emrat femëror grek janë bërë emra mashkullor në gjuhën arvanitase, në gjuhën arbëreshe dhe pastaj në gjuhën shqipe. Dialekti geg dhe tosk kanë lindur mbas ndarjes së gjuhës arvanitase nga gjuha greke. Kjo ndarje ka ndodhur në shekullin e 15, kur vala e parë e arbëreshëve u dërgua për në Itali, është bërë pastrim etnik i arbreshëve. Dhe arbreshët kanë marrë këtë formë të fosilizuar me vete. Fjalën rahi e kanë marrë të paprekur. Kjo ka qenë një periudhë traumatike për shqiptarët dhe shpikërisht ky momenti i ndarjes së shqipes nga greqishtja. Pra deri në këtë moment, deri në shekullin e 15, rahi ka qenë emër i gjinisë femërore, por mbas konfliktit të arvanitasve me grekët, se kush është autokton, kush është primordial në tokën greke, grekët i përzën 90% të arvanitasve. Dhe ata që mbeten detyrohen të mësojnë greqisht. Pra ky është momenti kur lind gjuha shqipe që flasim ne. Rahi është emër femëror në gjuhën greke, bëhet emër mashkullor në gjuhën arbëreshe. Pra nga mlefi, nga inati, nga urrejtja për vëllezërit e tyre që i përzun, arbreshët pësojnë një traumë psiqike edhe arvanitasit. Dhe emrat femëror kthehen në emra mashkullor. I gjithë ky konflikt lindi sepse filluan të grindeshin arbreshët ose arvanitasit me grekët se kush janë pellazgët. Termi pellazgjia është bërë shkëndija e konfliktit midis grekërve dhe arvanitasve. Grekët nuk kanë përzën slav, nuk kanë përzën arumun, nuk kanë përzën evgjit, as egjiptian, as sirian, as hebrejn. Të gjitha racat ishin pjesë e perandorisë bizantine. Grekët kanë përzën vetëm arvanitas, sepse arvanitasit dhe arbreshët që kanë të njëjtin emër nga Arbanion, njerëzit e bardhë.
I vetmi problem ishte se arbëreshët pretendonin se ata ishin banorët origjinal të Helladës. Pra ne I kemi provokuar grekët vetë, dhe ata nga inati na kanë përzënë ne. Pra etimologjia është bërë shkaku I të gjitha vuajtjeve të popullit shqiptar në Greqi dhe në Shqipëri. Grekët dhe shqiptarët janë ngrindur me njëri tjetrin se kush janë banorët e parë të Greqisë. Pra, askush nuk e dinte që ilirët flisnin dialekte greke. Këtë unë e zbuloj me ndihmën e etimologjisë kompjuterike. Inteligjenca kompjuterike më thot mua që tekstet e gjetura në Kroaci tek dalmatët janë në greqisht. Tekstet e gjetura në Serbi ose Dardania e dikurshme janë në greqisht. Tekstet e gjetura në Kosovë, Dardania e dikurshme janë në greqisht. Tekstet e gjetura në Maqedoni të dikurshme, gramatika është greke. Fjalët janë të ndryshme nga greqishtja. Tekstet e gjetura në Hungari, Pajonia e dikurshme, kanë gramatikë greke. Dhe qytetet greke janë zbuluar deri në Zvicër. Në kujtonim se ishin qytete ilire, por ilirët flisnin greqisht. Merrin frymë thellë. Gjuha shqipe është derivativ I greqishtes. Është zbulimi më I tmerrshëm. Dhe ky zbulim është bërë kështu. Fjala rahi vjen nga helenishtja e lashtë, rahis. Do thot tokë me gjemba. Rahos I thon ferrave, gjembave. Rahis është shkëmb me kuriz të mprehtë. Është origjina e emrit dyrachion, fjalë për fjalë. Dy do thot e keqe në gjuhën greke dhe rachion është shkëmb I zhveshur, rahi. Në gjuhën shqipe është dhe varianti femëror, rahë, dhe varianti mashkullor, rahu, por dhe rahi. Pra emri femëror grek, rahis, është bërë rahi në Greqi, është reduktuar. Dhe në greqishtën e sotme quhet rahi, është emër I gjinisë femërore. Emrat e gjinisë femërore në greqisht bëhen emrat e gjinisë mashkullore në gjuhën arvanitase dhe në gjuhën arbëreshe. Pra gjuha shqipe ka lindur në Greqi. Ka lindur dhe në Shqipëri, sepse ilirët flisin greqisht. A është kjo gjuha jona autoktone? Jo. Gjuha jona autoktone është dukur. Po I jap një shembull të ngjashëm me gjuhën meksikane. Banorët origjinal janë Aztekët, të cilët u shfarosën nga spanjollët. Aztekët e dikurshëm kanë fytyrë aztekësh, por flasin një variant të spanjishtes. Gjuha autoktone e trojeve në Gadishullin Ilirik është zhdukur. Është shfarosur nga helenët e lashtë, nga ilirët. Qytet-shtetet greke ngritën kolonitë e tyre në Gadishullin Ilirik. Deri në Zvicër kanë shkuar, deri në tokat gjermanike. Deri atje janë gjetur qytet-shtete greke, kolonitë të tyre. Janë gjetur koloni greke në Francë, Marseja, është kolonia e lashtë Marsala. Dhe Nice, ky qytet I madh francez, vjen nga Nikopolis.
qyteti i Fitores në greqisht. Grekët kanë ngritur koloni në Spanjë për të shfrytzuar minierat e bakrit dhe të argjendit. Kanë ngritur koloni edhe në ishujt britanik. Grekët kanë ngritur koloni në Kaukaz dhe fisi albanoj është fis grek, jo shqiptar. Albanët ishin grek. Nuk kanë ardhur albanët nga Kaukazi, por grekët kanë pushtuar Kaukazin. Edhe atje kanë ngritur kolonitë e tyre. Pra siç u zhdukën Aztekët dhe ata flasin spanjisht sot, popullsia e vërtet e trojeve shqiptare është zhdukur, është farosur dhe ne flasim gjuhën e pushtuesve. Një variant të keq të greqishtes. Të gjithë emrat femëror në greqisht janë bërë emra mashkullor në gjuhën arbreshe dhe në gjuhën arvanitase. Ky është përfundimi i inteligjencës kompjuterike. Shqiptarët flasin një greqishte të keqe gramatikisht. Gjuha jonë origjinale është zhdukur, nuk do gjendet kurrë, sepse nuk ka dokumenta. Gjuha e ilirëve ishte gjuha e pushtuesve, është gjuhë greke. Janë folur 26 dialekte greke në Kroaci, Dardani, Serbi, Hungari, Maqedoni. Merri frymtheu, kjo është dita e apokalipsit. Jam live në TikTok, po pres për pyetjet tuaja. Mund të shkruani dhe në YouTube. Do ju përgjigjem, por kjo është përfundimtare. Emrat mashkullor të gjuhës shqipe kanë ardhur nga emrat femëror të greqishtes. Ju falenderit për vëmendjen dhe mirupafshim në filma të tjerë shkencor. Pres për pyetjet tuaja.